Përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim. Sot do të flasim për dridhjen e shtuar apo të tepërt të syrit. Çfarë është dridhja e syrit dhe pse ndodh? Dridhja e syrit është një lëvizje e pakontrollueshme e syrit, muskujve të kapakut të syrit ose pjesëve të fytyrës rreth syrit. Në shumë raste është normale dhe ndodh tek të gjithë. Megjithatë, ndonjëherë mund të jetë simptome një problemi që kërkon kujdes shëndetësor. Termi mjekësor që përdoret për lëvizjet ose dridhjet e syrit të pakontrolluara është miokimia, latinisht miokimia. Është një lëvizje e pavullnetshme. Ndodh për shkak të hiperaktivitetit të një ose më shumë njësive motorike që shkaktojnë tkurje të muskujve. Meqense një njësi e vetme motorike nervozon apo ngacmon disa qindra fibra muskulore, hiperaktiviteti i saj çon në dridhje dhe lëvizje të vazhdueshme të lëkurës që mbulon qelizat kontraktuare të muskujve. Shkaqet e kësaj simptome të bezdishme nuk ka absolutisht të njohura asnjë ndryshim apo shkak i caktuar në manifestimin e kësaj. Miokimia shfaqet vetëm në njërin sy dhe ka karakter intermitent, pra është e pranishme për një periudhë të caktuar dhe më pas largohet. Shkaqet më të zakonshme që njihen deri sot janë stresi, mungesa e gjumit, lodhja dhe raskapiqja, ushqimi pamjaftueshëm, mungesa e vitaminave dhe mineraleve, marrja e reduktuar e lëngjeve, përdorimi i tepërt i kafeinës, nikotinës ose alkoolit. Shkaqet shumë më të rralla të miokimisë janë disa sëmundje neurologjike, kur miokimia është një nga simptomat e sëmundjes. Dëmtimi i fibrave nervore të nervave që inervojnë muskujt e fytyrës për shkak të dëmtimit, kompresimit nervor apo shtypjes dhe sëmundjeve të demielitizimit. Lëndimet ose sëmundjet e pleksuseve nervore. Miopatia ose neuropati inflamatore akute. Komplikimet pas rrëzatimit të tumorëve të ndryshëm, mungesa e vitaminës B12, vitaminës D, elektrolitëve, magnezit mund të jenë një ndër shkaktarët për shfaqjen e qepallave të valëzuara, sepse ato janë të nevojshme për funksionimin adekuat të njësisë motorike dhe tkurjen e fibrave muskulore. Problemi me mungesën e vitaminave ose mineraleve përcaktohet nga mjeku pas analizave të caktuara. Këshilla është që ju nuk duhet të plotësoni asnjëherë vetë terapi të supozuara, sepse mund të shkaktoni probleme serioze, shëndetësore në planin afatgjatë. Në thelb, trajtimi për këtë gjendje nuk është i nevojshëm sepse është gjendja e padëmshme dhe zgjidhet spontanisht brenda disa ditësh. Masat parandaluese duhet të synojnë faktorët e rrezikut dhe në këtë kuptim do t'i përmendem ndryshime në stilin e jetës, reduktimi i stresit, gjumit cilësor, reduktimi i konsumimit të kafes, alkoolit dhe duhanit, ndryshimi i mënyrës së ushqyerit, një dietë e shëndetshme, e ekuilibruar, e pastër me vitamina, makro dhe mikroelemente, aktivitete fizike të moderuara, marrje adekuate e lëngjeve. Në rastet kur dridhja e syrit është e pranishme, aplikimi i kompresave të ngrohta mund të ndihmojë në uljen e simptomave, sepse nxehtësia ndikon në relaksimin e muskujve. Nëse miokimia është afatgjate, në raste të caktuara preferohet të vizitohet neurologu, i cili mund të këshillojë aplikimin e injeksioneve të toksinës botulin në muskulin e prekës. Çdo herë duhet kërkuar ndihmë profesionale kur kemi ndonjë problem shëndetësor. Megjithëse dridhja e syrit nuk është e rrezikshme, ekzaminimi dhe këshillat e një oftalmologu do t'ju ndihmojnë ta trajtoni problemin në tërësi dhe të merrni masa parandaluese për të ndihmuar veten dhe për të ndikuar në një cilësi më të mirë jetësore. Ju faleminderit për vëmendjen.